Porosi për një adoleshent që pavarësisht rrethonave përpiqet me praktiku fenë islame. Gjëja e parë, para se ta motivoj ose ta përgëzoj për praktikimin e tij që e bën fesë, do ta këshilloja. Gjëja e parë, djalosh, është që të mos pavarësoheshin nga hoxhallarët. Të kesh kujdes se ti çdo vendim që e merr zakonisht në moshën tënde të adoleshentës, merret vendim me eufori e jo me mençuri, me urtësi dhe me dije. Kjo këshilla e parë që ta jep hoxha. Këshilla e dytë, pra mos u pavarëso nga hoxhallarët, mos i ofendo hoxhallarët. Respektoj ata. Mos e dëgjo askënd që s'është hoxh. Përfito, respektoje çdo kënd që s'është hoxh për mësimet e tua në kohën e adoleshencës, derisa t'i bën disa vjet. Kur të rritesh, i bën 25-30 vjet, fillon me i kuptu gjanat, atëherë, elhamdulillah, ka vend për tolerime. Tjetra, merr sa më shumë dije. E katërta, kuptoje se kjo fe është maraton, nuk është sprint. Nuk është sot për nesër, por është rrugë gjatë. Tjetra këshill është që kujdes me familjen tënde. Mos u muno me shtin në islam edhe në praktik këtë familjen me njëherë. E kështu me konfrontu me babë me nënë. Baba të runë t'jep me hongër me pi, e ti s'punon kur gjava të mërën t'y akuzu familjen tënde. Ose t'u bot të lovine për akraba. Për veti praktikoj den maksimum fen, por mos prit me njëherë të tjerët nga familja dhe rrethi më u bën si ti. Ka dal. Pastaj tjetra, të përgëzoj që Allahu xhaleshanu të ka zgjedhur ty me qenë prej praktikuesve të kësaj feje. Dije se çdo hap, edhe çdo mund që e bën në rrugt të Allahut në këtë zaman, padyshim se ka me të shkruar shumë sevap edhe me të ngrit gradat. Allah të ka zgjedhur më kon prej adhuruesve të Zotit. Por, përveç adhurues, bëhu edhe ftues në islam. Fillimisht me dijen, me sjelljet e mira, pastaj edhe me fjalët tua. Por, mos fillo me dhon, pa mush për veti, pa marr për veti. Mushu me dije, me iman, pastaj fillo me reflektu me dhon. Pashtu, dije se kjo jetë edhe praktikimi i islamit në këtë kohë është vështirë sikurse me majt gacën dorë. Por lum ata të cilët arrin me majt fen, me praktiku në këtë kohë të vështirë, kohën e epsheve, në kohën e knatësive dunjore.